Mund na tregosh pak për veten tënde, nga vje dhe kush është Nevria jashtë gazetarisë, jashtë profesionit të tij? Nevria Demi jashtë gazetarisë është një qytetar i fshatit Kalisht, komunës Vrap Shishtit, rrethin e Gostivarit. Për ndryshe, shkollën fillore kam kryer në fshat, pastaj të mesmen e kam vazhduar në medresen Isabeu në Shkup, më pas edhe në gjimnazin e Gostivarit. Më thënë 2 vjet kam qenë në medresen Isabeu i rregullt, më pas i çrregull, dhe kam vazhduar për 2 vitet e tjera në gjimnazin e Gostivarit dhe kam përfunduar fakultetin e gazetarisë pranë Universitetit Shtetëror të Tetovës. Realisht këtë vjet jam absolvent. Fakultetin kam pauzuar një 2 vite për, domethënë e fillova, pas 2 viteve e pauzova për të treguar se gazetaria nuk është diçka që mund të aq lehtë blehet ose të mësohet. Gazetaria është më shumë diçka e lindme.